secili polis i Kosovës përveç armës së brezit, revolis, ka edhe armën e gjatë. Ne policinë e Kosovës kemi pas gjithashtu prioritet, pregaditjen e tyre, investimet, kemi rrit buxhetin për policinë e Kosovës dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe gjitha agjencionet tjera legjizbatuese që janë në kuadër të Ministrisë Punëve të Brendshme. Kemi shtu investimet në blerjen e automjeteve të blinduara që janë element kryesor, pra veç për këto 4 vite janë ble ma shumë mjetet të blinduara, të pajisura se sa krejt prej pas luftës, duke përfshirë donacionet që kanë marrë në kalunën, pra ne kemi bërë investime kapitale e blerje substanciale që ja u kemi lehtësu e ja u kemi bo më të lehtë operimin njësive të ndryshme të policisë Kosovës. I kemi pajis polisë të Kosovës me armë të gjata, secili polis i Kosovës përveç armës së brezit, revolis, ka edhe armën e gjatë për shkak se ata, sidomos njësit i kufitar, pra që është për rrugën e kufirit, por edhe njësit tjera të policisë të Kosovës që kanë detyra e specifika ndryshe, ata kanë pas mungesë të armatimit adekuat, pajisjev, e kështu me radhë. Pra ne e kemi pa të nevojshme që të investojmë për shkak se nuk mund të ruhet kufiri apo ato zonat e problematike ku ka pas kontrabande, ka pas qarkullimet të paligjshme, kur shpeshherë ata kontrabandistet, ata njerëz që kanë zhvillu aktivitete kriminale kanë qenë shumë herë më të pregaditur edhe me pajisje edhe me armatim se sa policia Kosovës. Ne këte e kemi ndryshu këtë gjendje, do të investojmë vazhdueshëm që ta pregadismi policinë e Kosovës e të ketë edhe pajisje më shumë, edhe infrastrukturë më shumë. Natyrisht që në mandatin e ardhshëm do të procedojmë edhe ligjin për pensionimin e parakohshëm të shkallëzuar për ata polistë që dëshirojnë pra të marrin pensionimin e parakohshëm duke fillu me shkallëzim, por natyrisht duke mos i detyruar apo duke mos qenë strikt për shkak se ne kemi nevojë ende ta shtojmë numrin e policëve të Kosovës, sidomos me gjeneratat e reja, sepse e dim që policia e Kosovës është në moshë bukur e shtyr, mase nuk e di sakt, por kisha me thënë që nështë mbaj vjetra në Ballkan.